Si profesionist i shëndetit mendor, si psikolog klinik, përveç rasteve individuale që i trajtoj, patjetër që është obligim profesional të mirë edhe me fenomenet të cilat kanë impakt dhe kanë ndikim në shoqëri e sidomos tek të rinjët. Dua të flas apo të jap mendimin tim dhe impaktin që mund të ketë reality show Big Brother VIP Kosova në shoqërinë e sidomos tek të rinjët. Vërtet e kuptoj që është reality show, e kuptoj që nuk është program edukativ, por ai reality show për mendimin tim si profesionist vërtet mund të ketë ndikim jashtëzakonisht të madh dhe negativ tek të rinjët, për shkak të modelimit të sjelljes, për shkak se personat VIP kanë influencë dhe kanë ndikim tek të rinjët. Prandaj nuk dua të gjykoj personat në aspektin individual, thjesht dua që të rinjët të shohin në aspektin kritik dhe të mos marrin model jo gjithmonë njerëzit e famshëm apo personat publik janë modeli më i duhur për të ndjekur.